Materialet e shumta ishin pjesë e kësaj epizode e përfundësisht është janë bitor të Shkaku Atle. Me këtë rubrikë përfundohet edhe ky epizod. Më shpresoj që jeni ndjerë të kënaqur dhe të mirë informuar. Dhe nga unë Albina deri në premten tjetër, qëndroni me ne. Arta Kabashi ka vendosur që të jetë shumë aktive deri në fund të vitit 2024. Pas suksesit me Për ty që u lansua në qershor, ajo gjatë kësaj jave publikoi Toxic në bashkëpunim me Sixia. Muzika dhe teksti janë realizuar nga vetë ata, teksa u përkujdesen edhe për klipin. Producent është Damian Beats. E rikthimi në kënga magjike shënoi edhe Elita Reçi. Këngëtarja mirënjohur nga Maqedonia erdhi me Asajo, një baladë ndjeshme me tekst nga Elios Shuli. Producent është Kledi Bahiti, i cili realizoi dhe bitin. Këtë harë për Noize nuk e kemi asnjë lajm për këngë të re, por krejt për diçka tjetër. Reperi po sfidot edhe në aktrem, teksa në profilin e tij në Instagram ja shohim këtë foto me aktorin, njëherë është mikun e tij të ngushtë, Blerim Destane. 5 dhjetori do të jetë data kur ky projekt filmik do të jepet premier në kinema. Informacion interesant për jo për muzikën e kemi edhe nga Loredana. Ajo ka bërë të ditur që së shpejti do e hedhë në treg një libër. 18 nëntori do të jetë data kur adhuruesit e leximit e kryesisht të Lorit do e kenë këtë vepër në duar. Se ka dos të privatësisë në këtë krijem, mbetet të kuptohet pasi ta lexojmë kur zemra ime u thye. Ska Fajnana mban emrin projekti i fundit që Kushtrim Dobra solli 3 javë më parë, por kjo nuk është e tëra. Ai këto ditë ka incizuar videoklipin e ri. Në një prononcim për emisionin Zoom, Kushtrimi ka zbuluar se kënga është duet e zhanrit ritmik dhe u punua nga Miti Geci. Teuta dhe Ermal Fezullahu me bashkëpunim. Këtë kanë bërë të ditur vetë ata duke publikuar këtë imazh në rrjetet sociale. Mësohet se bashkëpunimi do të vijë realizuar edhe me videoklip.